Jemi rikthyer drejt për së drejti, ndalim tani në zhvillimet politike. Do të kemi një intervistë me kreun dhe drejtuesin e lëvizjes H Bashk, zotin Arlin Qorri, mbi zhvillimet politike në vend. Zoti Qorri, përshëndetje. Mirëdita. Të falenderoj që pranuat ftesën. Në fakt, zoti Qorri, unë lexova dhe një artikull tuaj, pra një opinion për qeveri teknike apo zgjedhjet parakohshme, po para se dal tek kjo pyetje, zoti Berisha ju ka ftuar edhe ju, të gjithë partitë opozitare të bashkoheni kundër kryeministrit Edi Rama. Pse ju e refuzoni? Sepse është në strukturën e në karakterin moral timin edhe të gjithë lëvizjes bashkë që ne të refuzojmë bashkëpunimin me çdo pjesë politikës vjetër, të kalbur, të korruptuar edhe servile ndaj oligarkisë ekonomike. Unë nuk kam hyrë në politikë që të bëhem aleati një palë hajdutëve për të luftuar një palë tjetër hajdutësh. Kam hyrë në politikë për të përfaqësuar aspirata më të mira të qytetarëve të Republikës Shqipërisë, të cilët sot kërkojnë pa diskutim rrëzimin e qeverisë, po bashkë me të edhe rrëzimin e një sistemi, siç të thash, të kalbur partijak. E për të gjitha këto arsye, jo vetëm sot, por gjithmonë në të shkuarën tonë e gjithmonë në të ardhmen tonë, ne kemi për të refuzuar bashkëpunimin me pjesët po e them edhe një herë, e këtij sistemi që është i krimbur te ndan, pra në të gjitha dimensionet e veta. Tani sigurisht çdo parti ka drejtën të bëjë ftesa, por edhe ata që bëjnë ftesën e dinë shumë mirë që Lëvizja Bashkë nuk është si partitë e tjera që mund të kenë dalë nga gjiri i PD-s apo i PS-s apo i LSI-s dikur. E përpasoj ka përshtypjen që edhe Berisha nuk e ka pasur me tërmend këtë gjë, por nuk është se ka pritur që unë apo Lëvizja Bashkë do ta pranonim ndonjëherë në një ftesë të tillë. Se ç'bëjnë partitë e tjera pastaj me njëra tjetrën, thjesht tregojnë besoj karakterin e tyre. Zoti Qorri, po dakord, nuk bashkëpunoni nuk bashkoheni për shembull thirrjes së Berishës, po me partitë e tjera opozitare, për shembull me zotin Lapaj, me partinë e zotit Shehaj, apo edhe ato janë pjesë e sistemit? Po, më lejo t'ju kujtoj që të dy partitë që ju cituat janë aktualisht në koalicion me Sali Berishën. Kanë mbështetur dhe janë duke mbështetur të njëjtin kandidat për zgjedhjet lokale të Tiranës, që do duhet të mbaheshin në fund vitit 2025, por do të mbahej në vitin 2027. Pra praktikisht këto janë parti në koalicion me njëra tjetër, janë koalicion edhe me Sali Berishën, e në këtë sens nuk ka pikën e kuptimit që Lëvizja Bashkë të refuzoj Berishën e të bashkohet me aleatët e Berishës. Nuk ka sens kjo gjë. Lëvizja Bashkë është një parti kundër sistemit oligarkiko korruptiv të Shqipërisë, e rrjedhimisht sa kohë nuk ka të tjera parti që kanë qëndrimin, karakterin, ndershmërinë dhe guximin ton, ne na mbetet të bëhemi promovues një bashkimi tjetër që është shumë më i shëndetshëm e shumë më i madh në potencial, që është ai i bashkimit qytetarëve të ndershëm të nëpërkëmbur të Shqipërisë, që sigurisht janë shumica tej dërmuese në vendin tonë. Po patjetër, po këto parti që unë përmenda, qoftë edhe sidomos Partia Demokratike, ka numrin më të lartë deputetëve në kuvendin e Shqipërisë, pra është forcë kryesore e opozitës. Numri i deputetëve Partisë Demokratike nuk i shërben për asgjë, sepse mund të kesh 50 ca deputet që vetëm rrihen me kundërshtarët politik, e mund të kesh vetëm një deputet si Lëvizja Bashkë, siç ka deputetin Redi Muçi, që të nderoj gjithë lëvizjen dhe gjithë qytetarët që kanë votuar me cilësinë e argumentit dhe me forcën e qëndrimeve të tij. Mos harroni diçka që në politik gjërat rrjedhin shumë shpejt. Nuk jemi më në 11 maj, legitimiteti i qeverisë është për tokë, legitimiteti i sistemit vjetër politik është për tokë, dhe unë ju siguroj që sot bëj fjala, sikur të bëhesh një zgjedhje sot, Lëvizja Bashkë do të kishte një rezultat shumë herë më të lartë se sa në 11 maj. Kjo është arsye, ose një nga arsyet paktën, që na shtyn ne si përfaqësues Lëvizjes Bashkë që të kërkojmë një zëri si mënyrë për të dalë nga kjo krizë legitimiteti, zgjedhjet e parakohshme. Pra, ju jeni më shumë për zgjedhjet parakohshme se sa një qeveri teknike? Ne jemi vetëm për zgjedhjet parakohshme për dy arsye. E para njëherë nga pikpamja teknike ose praktike, askush bie fjala nuk do ta pengonte, nuk do dinte si ta pengonte Dr. Ramën, nëse për të dalë nga kriza e legitimitetit, ai do të thriste zgjedhjet parakohshme. Pra imagjinoni një moment sikur mbas disa javësh apo mbas pak muajsh Rama nën presionin e shoqërisë, institucioneve të drejtësisë, thret zgjedhjet parakohshme.
Tani, çdo parti është përpara dilemës, të hyjë në zgjedhje apo të marrë pushkët e dal malit. Tani, meqense unë nuk njoh në një parti apo në njeri me mend kokë që zgjedh alternativën e dalit malit me pushk, atëherë ti do hysh në zgjedhje. Je detyruar të hysh në zgjedhje. Pra, në këtë sens, ti mund t'ja imponosh diçka Ramës apo qeverinë teknike Ramës vetëm qoftë se